Për non-paperin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për një dinamik të re në zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor, Moldavisë dhe Ukrainës, kryeministri Christian Mickoski theksoi se nuk mund të flasë më shumë derisa kjo të bëhet zyrtare. Sipas Mickoskit, paralajmërimet e tilla të Merzit burojnë që nga procesi i Berlinit vitin e kaluar në Londër. Tije razmisluvanja i tije ideji nije ih slušamo već podolgo vreme. Këto ide dhe mendimi jemi duke i dëgjuar një kohë të gjatë, nuk mund të them asgjë derisa nuk bëhet zyrtare. Kancelari Merz paralajmëroi një zhvillim të tillë të ngjarjeve që nga procesi i Berlinit. Jemi kureshtar të mësojmë sa më shumë se cila është ideja. Supozoj se kjo do të ndodhë në samitin e ardhshëm në Tivat më 4 dhe 5 qershor, me përdorim prestigjor këto koncepte dhe ide. Për vizitën e paralajmëruar të presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, kryeministri tha se deri tani kanë pasur biseda miqësore dhe se ai ka qenë gjithmonë konstruktiv për të gjetur zgjidhje për kërkesën artificiale dhe bilaterale të një shteti antar ndaj Maqedonisë. Неговото присуство тука и за време на нашата билатерална средба, а потоа и на работната вечера ќе можеме да размениме повеќе идеи, да видиме. Jam i sigurt se gjatë pranisë së tij këtu do të shkëmbejmë më shumë ide se si mund të tejkalohet kjo çështje. Do të ishte jo kulturore, të pritet që qëndrimi të ndryshojë brenda natës, pasi nuk janë përmbushur parakushtet që ne i presim dhe i meritojmë. Ndryshe, në letrën drejtuar liderëve të Bashkimit Evropian, kancelari gjerman Merz propozon që Ukraina të marrë modelin e antarësimit asociativ, sipas kalimtare drejt antarësimit të plotë. Ky model do të mundsonte pjesëmarrjen e përfaqësuesve ukrainas në punën e institucioneve të Bashkimit Evropian pa të drejtë vote, si dhe zbatimin gradual të legjislacionit evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë, Merz propozon integrim të përshpejtuar dhe gradual përmes qasjes së privilegjuar në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian dhe përfshirjes më të afërt në institucionet evropiane.